Një ekip i përbërë nga pedagog dhe punonjës të administratës së Universitetit Ismail Qemali, si dhe ekipi nga gazetar dhe punonjës të mediave të qytetit, kanë zhvilluar të mërkurën në orën 18 një ndeshje miqësore futbolli. Jo vetëm një ndeshje miqësore futbolli, por një simbolike qartë urdhëlidhse e bashkëpunimit mes dy institucioneve të qytetit, të cilat kanë një kontribut të veçantë për Vlorën dhe jo vetëm. Ndeshja ashtu siç nisi në mënyrë miqësore përfundoi me të njëjtin rezultat, atë të barazimit, për të ndarë një rezultat të drejtë mes të dyja ekipeve, ku mbi të gjitha vlen organizimi, i cili pati të gjitha elementet e një ndeshje të mirëfill futbolli. Në fund të saj, flasin edhe disa prej protagonistëve kryesor, të cilët vlerësojnë takimin, duke përshkruar këtë ndeshje si tepër të luftuar mes dy ekipeve, teksa kanë gjithashtu edhe një ftesë që të tilla aktivitete sportive të vazhdojnë edhe në të ardhmen, me përfshirjen e shumë institucioneve. Në radhë parë dua të falenderoj media që u tregoi e gatshëm për të zhvilluar këtë takim kaq të bukur e emocionues. Mos jetë i fundit dhe i pari, po të kemi një vazhdimsi për të bërë aktivitete të tjera. Megjithatë, ishte një kënaqësi, ju falenderoj gjithëve, falenderoj sepse ju keni qenë gjithë kohën mbështetje për Universitetin Ismail Qemali të qytetit tonë të Vlorës. Ju ftojmë nesër që të ndiqni një spektakël shumë të bukur, pra është maratona nesër që në orën 10 fillon nga universiteti deri tek Rapi dhe kthim. Kështu që vendet e para do të kenë një çmim të vendosur nga rektoria jonë. Falenderojmë dhe gjithë pedagogët tjerë që ishin të gatshëm për këtë takim. Si ishte media sot, profesor, një barazim munda? Ndeshja që shumë interesante, po media ishte shumë afër fitores, megjithatë penalltit na buzëqeshën neve. Profesor, një ndeshje e bukur. Së pari duhet ju falenderoj juve përzemërsisht për këtë pjesëmarrje masive, se keni qenë gjithmonë pranë universitetit, pranë çdo aktiviteti në Vlorë. Ishte një ndeshje e këndshme që afron edhe me çeljen e sezonit turistik. Do mundohemi që të kemi sa më shumë aktivitete të tilla, të këndshme, të bukura për qytetin dhe jo për gjithë institucionet e qytetit të Vlorës. Një ndeshje e bukur sot, si ishin gazetarët? Për te ndeshjes, për te rezultatit, këto aktivitete na bin mirë të gjithë, sepse largohemi pak nga stresi i të përditshmes. Bimi jetë sportive, lëvizim nga pak dhe falenderoj me këtë rast zotin Qerem Memushi për organizimin e këtij aktiviteti dhe zotin Berdeliaj, të cilët na mundsuan këtë ndeshje midis gazetarëve të qytetit dhe pedagogëve të universitetit. Shpresoj që të kemi sa më të shpeshta dhe të na shërbejnë për të lëvizur sadopak nga ana fizike, po edhe për të forcuar ato marrëdhënie midis kolegësh, midis miq, shokësh edhe institucionesh. Shumë faleminderit gazetarët e qytetit të Vlorës, ishte një ndeshje shumë e bukur, ishte kënaqësi që lozëm bashkë dhe sigurisht qyteti ka nevojë aktivitete të tilla. Siç u përmendëm përpara, nesër Universiteti i Vlorës ka një aktivitet maratonën dhe ftojmë të gjithë gazetarët, të gjithë qytetarët e Vlorës, studentët të marrin pjesë dhe së fundmi dua dhe një herë të falenderoj gazetarët për këtë aktivitet shumë të bukur. Shumë faleminderit dhe mirë takofshim në aktivitete të tilla. Një ndeshje futbolli kjo e organizuar me ftesë të Universitetit të Vlorës në kuadër të një maratone aktivitete sportive që po zhvillon ky universitet në qytet, të cilat përfshin student, pedagog, intelektual të qytetit, punonjës të institucioneve dhe jo vetëm.